magazine. Prej shumë vitësh, The Devil Wears Prada ka qenë një ndër filmat më ikonik të gjitha kohërave. E gjatë javës që lan pas u mbajt premiera pjesës së dytë të këtij We were at filmi. runway at the same time, Miranda. Really? Where was I? Ishte Adelina Ismaili ajo që paralajmëroi këtë event unik, duke bërë që kurioziteti i audiencës të ngritet akoma më shumë. Nga 29 prilli në Cineplex. Me regjisor David Frankel dhe aktor Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep dhe Anne Hathaway është një ndër premierat më ikonike të gjitha kohërave. Ka bërë që edhe pjesa e dytë e këtij filmi të jetë një prej projekteve më të komentuara në rrjet. Ky film zgjatë 2 orë dhe i takon zhanrit komedi dram. Interesimi për ta ndjekur këtë premierë edhe në kryeqytet ishte goxha i madh. Zoom ju sjell organizimin e radhës nga Cineplex, ku mbizotroi gjinia e bukur. Fenomeni The Devil Wears Prada 2 vazhdon edhe më shumë orare të tjera për ditët në vjem. Kjo nga se interesimi për ta parë nga afër këtë film ishte i madh. Me mbi 1000 bileta të shitura vetëm në natën e premierës. Klemi për në Zoom thot se kjo ka qenë një ndër premierat më të zjarta deri tani. Efekti Prada ishte edhe efekti Michael javën e kaluar, ai Michael na mbushi me shumë pozitivitet, me shumë energji, realisht e them këtë, unë nuk kënaqa shumë nga Michael. Tani po bëhemi gati për Pradën, everybody wants this, është ajo quote e filmit dhe siç duket kushdo po e do Pradën. Kritikat e para thonë që është po aq i mirë sa filmi i parë. Sepse e kanë parë sot ne ekskluzivisht jemi ndër shumë të parët në botë që po e shohim Devil Wears Prada. Në Tiranë ka filluar në orën 6, këtu është në orën 8. Kështu që jemi për pak minuta. Edhe ty kohë, ndoshta si po ndihesh, cilat janë ato komentet e para të njerëzve kur po i sheh gjithë këta të cilët janë lumtur për një premierë të tillë. Shiko, kinemaja në Prishtinë është një kinema me shpirt. Është një kinema e cila ka gjallëri. Unë e kam ndjekur para 10 vitesh kur është hapur dhe në vazhdimsi, edhe realisht më vjen mirë që po shoh të njëjtin shpirt edhe pas 10 vitesh që Cineplex operon në treg. Dhe është ai emocioni kur e sheh filmin të gjithë bashkë me këto gjërat e bukura. Unë i kam thënë gjithëve që këtu do jetë the most instagrammable place në Prishtinë. Edhe do jetë, edhe është. Kështu që është efekti i Devil Wears Prada. Unë me zonë përpres të shoh tani, se kam pa akoma. Si rrallë herë nuk e kam pa akoma. Ai më tutje zbulon edhe premierat e tjera që shikuesit besnik të filmave në kinema mezi po i presin. Do ketë shumë, futemi në një 3 mujor shumë të mirë për filmat, po e bëj kështu si ka këto të astrologjisë që futemi në një periudhë shumë të mirë, po del Urani. Do kemi javën tjetër është koncerti Billie Eilish, që është eksperienca më e mirë e një filmi koncert që do kemi, është në bashkëpunim me James Cameron për herë të parë në 3D, biletat janë në shitje, po mbarojnë. Më pas do të kemi është Mortal Kombat në të njëjtën datë me atë ikona e lojrave të viteve 90, pjesa e dytë vjen tani më. Mandalorian nga filmi Star Wars, magji do jetë edhe ai në IMAX, do jetë super nga data 21 prill, 21 maj, më fal. Dhe më vonë Scary Movie është ai filmi që unë me zor po e pres nga 4 qershori, ndoshta edhe nga data 3. Mund ta kemi edhe më parë. I bie që pas keni plane dhe i bie që shikuesit tanë pas kanë më kënaqtur apo? Ka edhe më shumë vazhdim, do jetë Minions, do jetë Odisea, do jetë Spider-Man. Po i zbulojmë të gjitha për një. Do jemi pa pushime. Do lëm. Kemi faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit edhe ju, si gjithmonë miqtë e Cineplex.
E po mbaroni shpejt punët dhe merrni persona të zemrës për ta parë jo vetëm këtë prodhim filmik, por dhe krejt programin e Cineplex. Vlen të përmendet për fund se pas 20 vitesh nga plasimi i pjesës së parë, doli dhe e dyta. Shikim të këndshëm. Who is this? Do you know her? Do I know her? I'm Andy Sachs. Andrea. She was one of the Emilys. One of the